Bashkia Gjirokastër ka hartuar një plan të veçantë aktivitetesh për festat e 7 marsit. Në këtë kuadër, Drejtoria e Arsimit organizoi aktivitetin artistik Gëzuar 7 marsin, ku pjesëmarrës kanë qenë fëmijët e talentuar të qendrës kulturore Fato Berberi dhe vogëlushët e kopshteve me këngë, valle, recitime e shumë surpriza të tjera. Programi u shoqërua me emocione të fëmijëve duke rikthyer atmosferën festive dhe gëzimin për festat përkatëse. Unë sot recitova edhe këndova dhe kisha shumë emocion. Gëzuar 7 marsin dhe 8 marsin dhe mësueset dhe nënat. Sot ne kënduam, recituam, bëm polifoni dhe u kënaqem shumë. E uroj mësuesit gëzuar 7 dhe 8 marsin dhe mësuesja ime ka qenë më e mirë në botë. Dhe gjithë mësueset e tjera. E uroj dhe nënat dhe gjyshet të gëzuar 7-8 marsin. Gëzuar 7-8 marsi, nëna dhe mësuesit. Gëzuar 7 marsi. Përgatitja e aktivitetit u mbykëqir nga drejtuesit e programit dhe instruktorët e qendrës kulturore Fato Berberi, të cilët u siguruan që çdo moment të ishte në harmoni dhe çdo fëmijë të ishte pjesë e festës. Ky ishte një urim, mendoj nuk do kishte më bukur për mësuesit, për nënat, në këtë ditë simbolike të mësuesit shqiptar. Urimi për këtë ditë erdhi aq bukur nga zërat e fëmijëve, megjithatë dhe unë i uroj të gjithë mësuesit ta gëzojnë festën, nënat, motrat tona, gëzuar 7 dhe 8 marsin. Koncertet e eventet të tilla i kemi për herë, sepse duke u bërë këto koncerte ne i sjellim një lisi, një frymë të re këtij qyteti që vërtet i dëshiron, sepse është djepi i kulturës dhe arsimit në gjithë Shqipërinë. Festat e 7 marsit u shndruan në një ditë të mbushur me muzikë, valle dhe buzëqeshje për mësuesit dhe nënat.